Atëherë po bëjmë leximin e shenjës së gafores. Çfarë ka rezonuar te pjesët e gafores këtë periudhë kohe, si do vazhdojë ecuria e tyre në pjesën e marrëdhënies në dashuri, si në pjesën e financave, marrëdhënie me persona të tretë. Atëherë shikojmë që tek gaforet kanë qenë të dominuar që brenda familjes së tyre kanë pasur luhatje dhe ngritje të pjesës konflikteve apo debateve. Kanë qenë debate ose konflikte të lehta, të cilat kanë mënjanuar dhe kanë zemëruar pjesën e zemrës së tyre. Por një nga personat të cilët brenda familjes sikur do marrin një vendim dhe i drejtohet një vendim që do jetë një vendim i mirë për të gjithë pjesëtarët e saj. Shikoj që gjërat siç kanë rrjedhur në këto periudhë kohe për pjesën e gaforës kanë qenë pak dominuese në pjesën e vizionave. Do të thotë që herë ka pasur ecurinë e një suksesi, herë ka pasur edhe dominimin e një luhatjeje të suksesit, si në pjesën e gjendjes emocionale, si në pjesën e pasigurive, vendimeve, marrjes kreativitetit. Çdo gjë ka qenë me pjesë të periudhave të shkëputura, të ringritjes dhe uljes, si në financa, si dhe në marrëdhënien e dashuri. Shikoj persona të cilat kanë qenë pak a shumë të lënduar në marrëdhënien e tyre. Shikoj që tek identiteti femër, gjithmonë femrat janë të brishta dhe kërkojnë pak më shumë kujdes dhe dëshirojnë dhe duan që të jenë ato të cilat të përkëdhelen në jetën e tyre, por personat të cilët janë pak më të fuqishëm dhe më strateg janë tek pjesa e shenjës së luanit, ku dominojnë kjo pjesa ashendentit luan, kërkojnë më shumë që femrat i falin ngrohtësi dhe femrat kanë qenë dominuese tek pjesa e lidhjes së tyre. Identiteti i meshkujve shikoj tek gaforet të cilët po i marrin gjërat me vrull, me hop. Pjesa e vrullit qëndron tek pjesa e ndarjes në pasuri dhe pjesa e menaxhimit shumë mirë të punës së tyre që t'i bëjnë gjërat me shpejtësinë e duhur. Shikoj që janë larg pamës dhe vigjilent ndërmjet tyre dhe e shembullojnë femrën si një vizion të vetvetin, të pasqyrimit të vetvetes. Femrat përqendrojnë me bukurinë e tyre të kujdesin për veten, për gjërat që t'jenë më perfeksioniste në lidhje në marrëdhënie. Shikoj që i kërkojnë gjërat me heshtjen e tyre dhe me vendimet e tyre, me veprimet e tyre. Pjesa e marrëdhënies në këtë kohë, në dashuri, qëndron pak si e paqshme, pavarësisht se gjërat kanë qenë të rrjedhura ndryshe, kanë qenë të lodhura pak, si të heshtura dhe të lodhura, por nuk kanë qenë atë aktivitetin e duhur. Femrat pozicionohen në 3 fasada, në 3 qëllime kryesore. Këto 3 qëllime kryesore do jenë arma e tyre e rrugtimit të një jete të gjatë midis pozicionimit në punë dhe pozicionimit në arritjen e një performimi të marrëdhënies së tyre. Kanë lënë 2 persona pas, 2 persona të cilët kanë ndikuar jo të mirëqen midis tyre. Kanë pasur konflikte, kanë pasur debate në lidhje me pasuri, në lidhje me pronë, ka qenë një pronë e përbashkët, të cilët kanë pasur të debate dhe konflikte. Shikoj që pavarësisht sfidave dhe luhatjeve që kanë pasur, do të rimarrin vetën shumë shpejt me pjesën e një ndryshimi të ideve dhe vendimeve. Marrëdhënia e tyre do jetë pak a shumë si e heshtur, por do kenë dhe një person të cilën sigurisht do ta udhëheqin femrën këtë kohë. Identiteti i femrës qëndron, egoja e saj qëndron vetë e heshtur, jo se femrat nuk din të sillen ose nuk din të udhëheqin vetveten në këtë marrëdhënie, por do jetë një dorë, sikur ajo dora do jetë si dorë e hekurt për të ndryshuar pjesën e rrugtimit të tyre. Shikoj që do jenë përballë midis 2 personave të cilët ato
po i shikojnë si kur janë dy personat që ato i suportojnë dhe i ndihmojnë në shumë anë të tyre. I kanë si